Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të orës 11 në ATV. Pak më parë ka përfunduar takimi ndërmjet kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza. Kurti tha se përgjegjësia e tij është formimi i qeverisë, për çka tha se i ka numrat, ndërkaq për president tha se përgjegjësi kanë edhe partitë e tjera. Ndërkohë, në deklarimin e tij pas takimit, kryetari i PDK-s Bedri Hamza tha se PDK-ja do të mbetet në opozit. Hamza po ashtu tha se partia që drejton ai do të jetë konstruktive. Ndjekim në vazhdim deklarimin e plot të dy liderëve politik. Aktualisht nuk mund të them që kemi ndonjë rezultat konkret, ndonjë të arritur që do të mund të ndaja me publikun, por në të njëjtën kohë duhet të theksoj që me kryetarin Hamza jam takuar 2 herë gjatë dimrit si vjet, nuk jemi takuar asnjëherë në pranverë dhe ky është takimi i parë në këtë verë. Uroj që kjo frymë e konstruktivitetit të mbizotroj edhe në vijim dhe në përputhje me afatet kushtetuese të arrijmë që të konstitutojmë institucionet dhe në këtë mënyrë vendit të japim edhe kryetar kuvendi, edhe qeveri të re, kryeministër e po ashtu edhe president të ri. Shumicën e deputetëve në Kuvendin e Republikës, madje kemi më shumë se 61, që është minimumi i nevojshëm, por edhe një herë po e theksoj, nëse unë si fituesi i zgjedhjeve, kryetari i vetëvendosjes, kam përgjegjësinë për formimin e qeverisë, zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese. Zgjedhja e presidentit është menduar që të ndodhë me një bashkëpunim me të tjerët. Andaj edhe ne piknisje do ta kishim një figurë konsensuale. Pra dikush i cili nuk është i asnjë partie politike, dikush që është përtej polemikave të skenës aktuale, dikush i cili ka vlera të dëshmuara, kombëtare, profesionale, qytetare, dhe në këtë mënyrë të jetë shprehje e unitetit ashtu siç e kërkon kushtetueshmëria jonë. Tash kjo është jo ideja jonë dhe kërkesa jonë, por kjo është fryma dhe germa e kushtetutës. Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit dhe ne i dëshirojmë sukses zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, bisedojnë, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet, se përveç Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendin e Republikës Kosovës janë edhe 98 deputet tjerë, kështu që matematikisht ka mundësi me u bë kompletimi i gjitha institucioneve dhe këto do të thotë është pozita e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne do të bashkëpunojmë me gjitha forcat politike mbrana Kuvendit të Republikës Kosovës, do bi dhe në interes të qytetarëve të Kosovës dhe për gjitha ato çështje kur interesi i Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës ka dëshmu, dhe unë kum qëndru, kum insistu, kum premtu, që vota Partisë Demokratike të Kosovës do të jetë votë pro, të përfshi marrëveshje financiare ndërkombëtare dhe marrëveshje tjera që kërkojnë 2/3 e votave edhe që janë në interes të Kosovës. Pyetja cila se kanë shumë. Nuk ka marrëveshje. Ja, ne diskutuam për këto çështje që thash, edhe qëndrimi i jonë si Partia Demokratike e Kosovës është që Partia Demokratike e Kosovës do ta ketë rolin e vet konstruktiv në interes të vendit si parti opozitare mbrana Kuvendit të Republikës Kosovës. Kishin kërkesat e Kurtit. Jo. A kishte kërkesa që nuk mundeni mi plotësua apo nuk jemi na pola që neve na bëhen kërkesat. Sepse përgjegjësinë për krijimin e institucioneve e ka partia me numrin më të madh tulse në Kuvendin e Republikës Kosovës. Gjitha parti tjera politike nuk mundën me zgjedh presidentin pa lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje do të me qenë partner sipas nevojave dhe kritereve tyne që mundën me u gjinë interesat e tyne për me dhënë vendet e institucione. Faleminderit. Ndërkaq në orën 18, kryeministri në detyrë Albin Kurti do të zhvillojë takim me kryetarin e LDK-s Lumir Abdi Gjikun.
Edhe takimi me Abdi Gjikun do të mbahet në ambientet e kuvendit. Një takim me Kurtin nuk do të zhvilloj kryetari i Aleancës Erdian Gjini. Sipas tij, takimi nuk është i nevojshëm, me që Aleanca i ka shprehur